Jemi rikthyer drejt për së drejti, do të flasim tani për protestat e opozitës, lëvizjen Saliani dhe si mundet që Partia Demokratike të rikthehet në qeverisje. Kam në këto momente do të zhvilloj intervistë drejt për drejt me ish-deputetin e Partisë Demokratike dhe me një prej njohësve të mirë të strukturave të kësaj force politike, zotin Dashnor Sula. Zoti Sula, përshëndetje. Përshëndetje Nertil. Ju faleminderit që pranuat ftesën. Zoti Sula, si shikoni protestat apo edhe paralajmërimi për protesta kombëtare që zoti Berisha ka paralajmëruar? Tani kemi thënë disa herë, e kemi stërth thënë dhe u bë me muaj dhe kaq periudhë gjatë që problemi i opozitës qëndron dhe çdo qytetar në momentin e parë do të pyesë do të thoshte që pse merreni me opozitën dhe nuk merreni me majorancën. Unë e kam bindje, jo sot, po ndër vite, gjithmonë, edhe kur ishim ne në majorancë Partia Demokratike, por edhe kur ishte Partia Socialiste në opozit, edhe sot që është Partia Demokratike në opozit dhe majorancë Partia Socialiste, që do të thotë, në sistemin demokratik funksionojnë dy forca të cilët do duhet që patjetër të jenë të kundërt të tyre, dhe jo në të njëjtën kafë të tërheqjes të tyre, që do thotë du të shtyjnë njëra tjetrën, si dy magnet, me pole të kundërta. Që do të thotë, në rastin konkret, tani jemi në njëjtin pol, në njëjtën pole të njëjtë. Në ç'është kuptim? Në kuptimin që me problematika, me vështirësitë, apo me problemet e korrupsionit që ka majoranca për individ apo fenomene të caktuara, do duhet që përballë ti të kesh një model ndryshe, të kesh një model të cilët majoranca nuk e ka. Dhe ky model do të jetë modeli i moralitetit që duhet të ketë opozita. Që do të thotë, nga leadershipi dhe deri figurat të lartë të enturazhit, ato njerëzit afër Partisë Demokratike ose njerëzit e lartë të kuponit së Partisë Demokratike dhe të opozitës, do duhet të jenë njerëz model ndryshe me kartë moralitetit të pastër. Që do të thotë, mos kenë procese penale, siç ka majoranca, ketë procese penale dhe në krahun e opozitës. Të ketë njerëz që kanë majoranca në ndjekje penale me 2-3 akta-akuza, të njëjtën gjë të ketë dhe opozita, njerëz të cilët janë në ndjekje penale nga SPAK-u dhe që kanë akuza dhe gati disa edhe më të rënda se sa mund të jenë për korrupsionin apo vepra të tjera penale. E ke fjalën për zotin Berisha. Kjo duhet të jetë model të cilët duhet ndjekur. Për kohën që kjo tani politika Nertil nuk është shkencë eksakte. Por politika kthehet shkencë eksakte në ditën e votimit. Që do të thotë, në numri votave, shifrat, përqindjet janë matematik. Dhe kjo matematik vjen si derivat i sjelljes, i qasjes, i aktivitetit politik, të rrugës që ke ndjekur ti si forcë politike, si individ politik, dhe kjo, nëse ka qenë një rrugë e drejtë, një rrugë të cilët të dash shpresë, ke treguar qytetarëve, kanë përqafuar qytetarët, pastaj je sigurisht kthehet në shkencë eksakte me matematik duke marrë numrin përqind më të madh të votave, numrin më të madh të votave dhe fiton. Ndërsa nëse do të jesh në një model si majoranca nuk fiton, ose ajo që thot Berisha që e quhen narkoshtet, e quhen diktaturë, e quhen regjim. Atëherë nuk mund të luftohet diktatura, nuk mund të luftohet narkoshteti, nuk mund të luftohet regjimi me të njëjtat mjeta si diktaturë nga opozita brenda vetes tyre në opozitë brenda partisëve. Duhet ndryshoj leadershipi. Duhet ndryshoj leadershipi thoni, që nga kryetari dhe drejtuesit e tjerë. Do dalim më tej, sepse me pyetjen më thatë që fillim për Salianin e këto, se kështu do të dali. Pra, qartë pra, do të jesh model ndryshe more, nuk luftohet diktatura me diktaturë. Pik, është e qartë. Se qytetarët thonë pastaj një lloj që kanë. A kupto? Edhe sot, edhe ky është me bonusi, kjo është garancia që ka majoranca. Pra qenia përballë të leadershipit Partisë Demokratike, qenia përballë të një force politike të cilë ka probleme të forta, të mëdha dhe që nuk ngjan shpresë ke qytetarët brenda vetes saj. Atëherë çfarë mund të besojnë qytetarët? Pra kjo do të jetë, kjo është thelbi analizës gjithçka. Nëse nuk rregullohet kjo, nuk rregullohet. Dhe kjo fillon nga baza, dhe kjo fillon nga seksionet, duhet filluar nga kryetari i seksionit antartë, seksionit do të jenë njerëz të mirë, njerëz të papërfolur, njerëz që gëzojnë respekt, reputacion në lagje, në fshat apo në rrugën të cilët në rrugicën ku janë, apo kryetarët e grup seksioneve edhe antarët e grup seksioneve të cilët përsëri duhet të kenë njerëz me performancë pozitive, njerëz që respektojnë komuniteti, apo kryetarët e degëve të Partisë Demokratike apo kryesia e Partisë Demokratike në bazë, që do të kenë njerëz të cilët do të jenë të respektueshëm, gëzojnë reputacion dhe kanë mbështetjen e qytetarëve më shumë se sa kundërshtarët politik. Nëse ti nëse ke njerëz që janë të foltor
foltorës vetë të kryetarët seksioneve, të anëtarët e seksioneve. Të grupë seksioneve janë kryetarët e foltorës dhe anëtarët. Edhe të kryetarët e degëve janë foltorës dhe ke përjashtuar të gjithë ato që mendojnë ndryshe, të cilët nuk i duan ato poshtë, nuk i duan ato lart, atëherë ti je minorancë. Si mund të dalësh ti përballë Partisë Socialiste, i është një makineri elektorale mirë organizuar në detaj, në kapilar, në një kohë që ti nuk e organizuar poshtë. Shikoj diferencën ti, mas 11 majit, nga 11 majit deri sot, pra 2 foltorë që ka bërë Berisha dhe 1 foltorë që ka bërë Saliani. Ky ka qenë takimet më të larta të cilët ka bërë strukturën e Partisë Demokratike që ka bërë opozita. Pra 8 muaj pa takuar një demokrat poshtë në bazë. Si e shikoni lëvizjen e Salianit, sepse me këto që po thoni, edhe Saliani pak a shumë kështu mendon. Tani, unë nuk jam bashkuar, sepse e kam të qartë fundin dhe jam i qartë në veten time. Unë, nëse Saliani do luftonte për leadershipin, do t'ishte totalisht në të drejtën dhe që i takon, sepse problemi është lufto për dyshin. Ikum Mulnokën, se po të shikosh Mulnokën tani, të gjithë po e luftojnë edhe vetë brenda, se që jo patë, se që po edhe vetë brenda po tani po e luftojnë, ose du me hequr, me sa kuptojnë, janë shenjët e para, simptomet e para, pse? Sepse lideri, njeriu i Partisë Demokratike, për shpëtuar vetën dhe për të mbajtur vetën, flak gjithçka, edhe ato që kanë ndetur besnik ka për vetës vetë. Pra nuk ndryshon statukoja. Gjithë problemi kështu që nëse Saliani do luftoj për vendin e leadershipit, pa diskutim do ketë mbështetje, ka terren, ka zbarsti, ka depresion nga struktura dhe nga njerëz të demokratë. Pikë, ka që është e qartë. Nëse do luftoj për numri 2, ndryshon asgjë, statukoja do jetë ajo, leadershipi po është po Berisha, do vazhdoj po ajo rrugë ka njetur. Pra ne kemi parë. Sali Berisha një herë në jetën e vetë politike, vetëm 2005-ën që doli nga vetë politike, nga qasja e vetë politike, që bashkoj gjithë opozitën, se po të shikosh, pam një ditë listën e të gjithë përjashtuarve, të Partia Socialiste nuk ka përjashtuar njëri, Iku Ilir Meta krijoi forcë politike vetë, po s'është përjashtuar njëri të Partia Socialiste për 35 vite. Kurse Partia Demokratike shikoj ti, fillun me Neritan Seke, me Gramos Pashkon, me Arzem Hajdarin në 98-ën, apo me shumë Dëshami Shenë, shumë tjetë pa fund, për të Kalakulën, shumë të tjetë që emra nga më ndryshme, nga më të mirë, profesor, ekonomist, jurist, arkitekt, gjithë tjerët. Pra, Partia Demokratike, vetë si opozit, ka përdor termin, ka pjellur shumë parti të vogla të djata të cilit ato e ka copzuar opozitën. Dhe pse ndodh kjo? Ndodh sepse qasja e leadershipit është ekstrem për të përzirë këtë do nga shtëpia e tij. Dhe i vetmi pushtet që i ka ngelur në dorë Berishës dhe Partia Demokratike është që kush mendon ndryshe, kush ka zë ndryshe, kush nuk është në mendimet e ndryshe, kush kundërshton ato, duhet përjashtohet dhe do rrudhen. Thjesht është problemi më sot ri, ka që thjesht. Sula, pra ju po flisni troç. Këtu problemi është kryetari i partisë toni ju, dhe jo ata që janë poshtë. Miku im, pa diskutim, kur thonin në kotën verë, të mbajmë në gjyshe e to, që thonin sikur, që thonin uji nga sipër rrjeti i kulluar, po turbullohet poshtë. Por unë nuk e shikoj ashtu, sepse ka qenë propagande e Enver Hoxhës e diktaturës. Unë po them, po doli uji, i turbulluar kyç sipër, turbullohet më shumë poshtë, pastaj kur ato poshtë ti ke, përse besnikët tuaj dhe ke vendosur siç mendon ti dhe siç dëshiron ti dhe të shërben ty. Ka që qartë është puna. Do duhet të thash, të kemi njerëzit më të mirë, njerëzit më të devotshëm, njerëzit që kanë reputacion, njerëzit që kanë respekt qytetarët. Nëse shkon dasula poshtë, është njëri që se du qytetarët, nuk e do fisi vetë, nuk e do të afërmit, po është njëri me njollë, në kuptimin jo biografisin, kodën për Hoxhës, po i ka të kaluar për korupcion, ka qenë drejtora, po ka qenë një strukturë tjetër. Atëherë çfarë të kërkon qytetarët ty? Çfarë kërkon? E kam thënë edhe herë tjetër, Nertil, që këtu në politik, kërkojnë të jenë hem politikan, hem gangster, hem hajdut, hem imoral. Po gjitha nuk bënë, miku im. Du të heqësh dorë nga ca gjëra. Ka që thjesht është puna. Zoti Sula, dhe një pyetje se lexova diku, se nuk është se ndoqa për efekt kohës, po e lexova që një intervistë tuaj që kishit thënë ka marrë dhe oferta nga Partia Socialiste, i keni marrë nga Edi Rama konkretisht? Dgjoj.
abuzot sepse keni parasysh interpretimi gjithmonë ekziston. Dhe është normale në media, njëri interpreton kështu se ai që intereson. Tani duhet të jemi të qartë. Pika parë, unë jam i larguar nga Partia Demokratike. Sepse ma mbyllën derën, me prej kokën edhe këmbët politikisht, që nuk më vunë në zgjedhjet e 11 majit, dhe lista që doli me 12 mars, as të listën e mbyllur, as të listën e hapur, dhe nga zoti Berisha i pari. Gjithë të tjerët, këtonit mos i gjojmë zërin, emrin në këtij personi. Tash çfarë do të bëjë? Do të rri mas derës të qaj me ui që të pranoj se Berisha 20 vite të karrierës time politike kur kam dhënë, dhe ose kam pas si privilegj, por kam pas shërbim qytetarëve aty. Dhe jam personi pa përfolur për afera korruptive për 20 vite në politik, kam kontribuar me gjithë mjetet mundësitë të mënyrë dhe me rezultate konkrete në zonat elektorale kur kam marrë dhe kam fituar, më përzor. Tani nuk do vazhdoj, sepse unë erdha nga sistemi i drejtësisë 15 vite punova. Dhe tani 20 vite politik, unë do punoj përsëri, që të punoj në institucionet e shtetit, pa diskutim. Dhe kjo nuk është, nëse unë do të flirtoja me majorancën e asaj kohe gjatë periudhës që kam qenë në politik, por unë kam bërë opozitë shumë të fortë. Dhe një rast vetëm të dali një ministër i Partisë Socialiste, unë kam kontaktuar, kam punuar, kam kërkuar një nder, një herë vetëm kam telefonuar, qoftë edhe një herë, unë nuk merrem më me këtë punë, por s'kam bërë kurrë. Por, sot, unë jam në pozita të tjera, që do të thotë, unë du të kontriboj në institucionet e shtetit shqiptar. Keni një ofertë konkrete për shembull? Jo, e kuptova. Keni një ofertë konkrete? Integritetin tim, hapësirën time, të moralin tim, sigurisht mund ta përmbush një detyrë të shërbim qytetarëve shqiptar. Tani do të jemi qartë. Sigurisht nga eksponent Partisë Socialiste të ndryshëm, në pozicione, sepse tani pozicione kanë qenë ministra, apo janë ministra gjëra, kanë patur biseda, komunikime, të cilët më kanë ofruar për të punuar në institucionet shqiptar. Gjë të cilat unë po themi jo në disa raste, por në rast edhe kam refuzuar sepse nuk më përshtatet qasjes time, apo po themi modelit tim, apo profesionit tim në moment caktuar, sepse unë nuk po kërkoj pozicione politike partijake të Partisë Socialiste, absolutisht. Dhe as nuk po kërkoj. Po për sa kohë njerëz Partisë Socialiste, eksponent lart Partisë Socialiste, tregoj një respekt ndaj figurës sime, ndaj emrit tim, por unë e shikoj si vlerësim. Dhe kjo nuk është e rastishme, ka të bëjë me integritetin tim, të njeriu të pakorruptuar, të njeriu të cilët vlerësojnë profesionalizmin, integritetin tim, po më ofron pozicione për të punuar në institucionet e shtetit. Kaq i qartë është kjo punë. Asgjë më shtepër. E qartë. Sula, unë të falenderoj shumë. Faleminderit, ishe kënaqësi. Faleminderit shumë.